Përshëndetje, mirë se vini në konferencën pas ndeshjes Suedi-Kosovës, po shihni me ne është selektori Franco Foda që është i hapur për pyetjet tuaja. Welcome to the press conference after the match Sweden-Kosovo. As you can see with us is head coach Franco Foda, who is open for your questions. Ishte një fitore spektakolare. Sa ishte vështirë sot të dire triumfues në këtë ndeshje? Coach, congratulations. It was a spectacular win. How hard it was to get the victory on this pitch and on this match? Ja, danke schön. Wir waren ein sehr schwieriges Spiel. Erste Halbzeit haben wir gut gespielt, den Matchplan gut umgesetzt. Wir wollten defensiv gut stehen, kompakt stehen. Und darüber hinaus immer wieder in Kontersituationen gefährlich werden. Und das haben wir gut gemacht. Nach vorne haben wir sehr gut gespielt, gut umgeschaltet. Hätten eigentlich noch kurz vor der Halbzeit das 2:0 machen können. Und ja, he translate first. Yeah, that's fine. Yeah, thank you. It was a tough game. I think we played in the first half really good. We basically did a very good in terms of the match plan. The match plan was standing solid in the defense and then have a good transition to the offense. We did that very well. Yeah, even with the ball we played good, especially the counter situations we played really good up front and made some chances. And I think in close to the halftime we should have scored a 2-0. Faleminderit shumë, po ka qenë shumë e vështirë, ka qenë një ndeshje shumë e vështirë për ne, mirë po fatmirësisht arritëm fitoren duke u përmbajtur planit të lojës të cilin e kishim parashikuar më herët e që bazohej në mbrojtje solide, por edhe në dalje të shpejta përkatësisht në tranzicione të shpejta në fazën sulmuese. Mendoj që e bëm këtë shumë mirë, sidomos në pjesën së parë kur disa herë qarkulluam mirë edhe topin, por edhe dalëm mirë në tranzicione të shpejtë në kundërsulm. Besoj që në përfundim të pjesës së parë do duhej dhe mund të kishim shënuar edhe për 2-0. Zweite Halbzeit sind wir dann, wollten wir eigentlich genauso weiterspielen wie in der ersten Halbzeit. So die ersten 15 Minuten hat das auch gut funktioniert, aber danach so die letzten 30 Minuten hat Schweden extrem viel Druck erzeugt. Wir konnten uns dann nicht mehr befreien, erst so wieder die letzten 10 Minuten und sicher hatten wir dann auch in der einen oder anderen Situation Glück, dass wir kein Gegentor bekommen haben. Aber ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, wie sie gefeitet hat, wie sie gekämpft hat bis zur letzten Sekunde, um einfach diesen Sieg mit nach Pristina zu nehmen. In the second half, we didn't play as well as in the first half. The first 15 minutes were good. We still fulfilled the match plan very solidly, but the last 30 minutes were really tough. Sweden did a lot of pressure. And the last 10 minutes we had more of the chance to play up front a little bit more again and release the pressure a little bit, which we didn't do in the 30 minutes before, but I think we had some situations where we got lucky that we didn't concede a goal. But I'm very proud of my team. They fought and really intensely fought for everything to get those 3 points back to Pristina. Në pjesën e dytë, pasi nuk kemi luajtur as mirë siç kemi luajtur në pjesën e parë, në 15 minutat e parë të pjesës së dytë ju përmbajtëm planit të lojës dhe funksionua mirë, por më pas e patëm një periudhë kur Suedia na bëri presion shumë të lartë dhe ne u detyruam të mbroheshim shumë të ishim për rreth 30 minuta në atë situatë dhe në disa raste vetëm fati na ka shpëtuar pa pranuar gol, kurse në 10 minutat e fundit fare të lojës më pas arritëm prapë që të dalim pak më lehtësisht në fazën ofanzive, të kontrollonim topin dhe në këtë formë të kontrollonim edhe lojën dhe rezultatin, por ajo që mund të them është që jam shumë krenar me këtë skuadër, jam shumë krenar me këta futbollistë, me mënyrën se si ata kanë luajtur dhe me luftën që ata e kanë bërë duke na mundësuar që të marrim 3 pikët me vete në Prishtinë. Albani në Albania News, trajner, sfari urime ju dhe gjithë selektarëve sigurisht. Tani më skuadra Fodës në kombëtarën e Kosovës ka arritur qëllimin e juaj, domethënë brenda konkurrencës kemi pa disa lojtarë të ri që janë ftuar dhe po ashtu edhe që me plot sukses arritëm si ndaj Suedisë, po ashtu edhe një lojë të mirë dhe një barazim të merituar me Sloveninë. Mendoni se tani më është Kosova e gatshme të ndrojë realisht për një vend në Kupën e Botës?
Coach, congratulations to you and to the players. The question is that is this the real team that Foda wanted to build with Kosovo, bringing some new players, bringing concurrence inside the team? And is this the real team that you wanted to build with the team? And are we now ready to really dream for big things like qualification? Ich weiß ja, dass gerade hier bei uns im Kosovo die emotionalen Geschichten sehr schnell in beide Richtungen gehen. Nach dem Schweiz-Spiel waren alle niedergeschlagen und jetzt haben wir 7 Punkte geholt und alles ist sehr euphorisiert. Das ist auch gut so, das wollen wir auch mitnehmen. Wir haben klar in den letzten Monaten viel verändert. Wir haben viele Spieler überzeugt, in Zukunft für den kosovarischen Fußballverband zu spielen. Das sind sehr wichtige Spieler und wenn man bedenkt, dass wir noch einige Ausfälle hatten, wichtige Spieler wie jetzt auch Elvis Rexbecaj, der nicht dabei war, Fidan Aliti, Demarco, Amir Rahmani, um jetzt nur einige zu nennen, auch Edon, der vielleicht noch nicht 100% fit ist, schon fit ist, aber noch nicht so eine Spielpraxis hat. Ja, im Moment haben wir ein bisschen eine größere Auswahl und wie gesagt, ich bin sehr, sehr zufrieden. Konkurrenzkampf ist da und das hat man heute auch im Spiel gesehen. Wir konnten die Ausfälle verkraften. Yes, I know in Kosovo the emotions are very high. They can go in both places. After the Switzerland game, everybody was sad, maybe a little angry even, but after now that we got those 7 points, everybody is really euphoric. And over the last months we changed a lot, especially in terms of the squad. We thankfully got a lot of players who now are ready to play for Kosovo, and even the concurrence is higher in the team, so even without some players like Fidan, Aditi, Amir, Elvis, Demarco, or even Edon, who's not at 100%, we have a very competitive squad inside. So the competition is big inside the squad, and we have a big squad with a lot of competition inside, which I think is really good. Po, e kam qartë që në Kosovë emocionet janë të mëdha dhe ato mund të shkojnë në dy kaje të kundërta, siç ndodhi pas ndeshjes me Zvicrën, kur njerëzit ishin shumë të dëshpëruar dhe ishin po edhe të nervozuar shumë me rezultatin e asaj ndeshje, por tash emocionet janë komplet në kohën tjetër, pasi kemi grumbulluar 7 pikë dhe të gjithë tashmë janë shumë euforik dhe kjo është diçka e zakonshme që e kam parë që ndodh në Kosovë. Sa i përket konkurrencës në skuadër, po fatkeqësisht muajve të fundit jemi detyruar të bëjmë shumë ndryshime, por megjithatë fal edhe punës së federatës kemi shumë futbollistë të ri që janë ardhur dhe janë pjesë e ekipit kombëtar dhe tashmë konkurrenca është rritur shumë dhe na ka bërë që të mos ndjejmë as shumë edhe mungesat e futbollistëve siç janë Amir Rahmani, Elvis Rexbecaj, Fidan Aliti, Vesel Demaku, si dhe faktin që Edoni nuk është i gatshëm 100%, mirë po për shkak të konkurrencës dhe futbollistëve që kemi afruar, kemi qenë gjendje që t'i mbulojmë këto mungesa dhe besoj që rritja e konkurrencës është një prej gjërave më të mira që ka ndodhur në ekipin kombëtar kohëve të fundit dhe kjo na ndihmon shumë në ndërtimin e skuadrës për secilën ndeshje. Nëse nuk ka pyetje tjera, faleminderit, if there is no questions, thank you. Thank you so much, good night.